Paraglide. Jemi në kodrat e Goleshit, jam zbashku me Flerim Nezirajn, njënin prej sportistëve ekstrem më të mëdhenj në Kosovë. Sot dojmë me provu se çka ka në paraglidizëm. Edhe sot kemi me përjetu përvojën që ta jep paraglajti. Kemi me ulshu me parashut, me i shiju krejt këto kodra. Me thonë krejt najer, prej qëto ku jena na, deri të qeja fusha e bardhë që atje poshtë. Ku po shijet. Me më thonë, këgja një farë distance. Një përvoj që po besoj ka me konë aventurën e vete. Hajde, kam të që. Zbashku me neve është edhe Anuari. Anuari, sa vjet i ki? 13. Edhe njerë? 13. 13 vjet i ka, po këllshohet vet, jo si kërën e vet i dyti. A tutesh? Ja, më shport. Që sa fluturon vet? Pi 7 vjet kur i kom pas, po mi të fluturuar. 7 vjetin shu vet, a? A tutesh? Nie. Ja. Me frikën. E ka hek frikën. E ke gjujt kërë e ka nalt? Po. Sa jenë shu sot, dhe son ke prit mu me orë? Ja, dhe tërë. Anori angu tha, më keni lo, tha, jam me t'ju prit shumë, tha, u dashtë më shumë 10 herë dhe sa herë t'ju kështë që. Dhe këshiro, herën e 11 që shuna shkallë, zbashko. Erë dakiki. Alla ila ki ma shumë emocione kur shohesh vet, a kur shohet Anori? Anori, a? S'ka me emocione kur shona vet, heq. E ka hek. Pas. Për dallim prej Anorit që i ka hup emocionet najer që mduket e ke hup në luftë. Bash. Në motin e kanë hek. Flerimi krahas këtyre aktiviteteve tjera, në kohën kur është dasht, e ka kallzu veten mas shumti. Tash të veç sportet ekstreme veç pas janë. Sholla është nga mirë, ishte ripa. Ja, ta ndaj që për ti edhe, që me përmen. Ja, Ta strejtit më ko. që shashke, pi kujtashke, pi drenise, pi vejnit ma të bukur, A ke fleturu në ma të nisë? shenjt, që shë, regullisht fluturojmë të Ademja Shori. Sarët ka Ademja Shori të rrëzë për gjdo datë ka organizime do për më mars, për 7-8 nëntor, për 7 shkort, dhe regullisht dhe jemi të regullt fluturojmë. Edhe hirshojnë venin do më thonë, bëhet atmosferë ma shumë se fantastike atje. Qa duhet, ku gjohën kjo është një farë kapsë, pas jam të gjithë. Se ki, Apo me? më falë. Aqe, këshom, ke dallon prej fluturimit me paramatër. Paramatër ti ke pas me fluturu që kështu. Po. Atë tash ti, kime kon pak si mdjallë me ngrejt. Kështu, 1, 2, 3, 4, 5. Po këtë ngritëm në ajrë, atëherë ti ulesh mirë. Ulesh mirë dhe vazhdojmë. Edhe njëjtin veprim e bëjmë ku të aterojmë. Ku të aterojmë, do të thotë një 3-4 hopa mëna mi hejtës edhe nolën. Inshallah nolën, mirë. Inshallah shkojnë në mirë. Inshallah. Bilet këthy se s'kem. Jo. Këto kërsit i shka veç, Qallë të kërsit. zot e dën.
Okej. Pra jo më çtiti, po ti më të hedhin një. Si dalmi najr tani ulesh. 4x4 është më në shudu. Pak si në gjallë, kështu. A Pa, kështu shumë sot në më. inshallah kem fitness. Hajde, se që këna në kaluar një. Po, Si hera të tjera. po. Mua është kënaqësi që kam pasagerin më të mirë nga provinca, gazetarin që ka treguar suksesin gjithë ata. Mbi të gjitha është një person që ka vlera kombëtare, fetare e advokatare. Se fjalla më të mirë se do me thonë. E pas. Ne i përshëndesim gjithë, ishte dur çto në këta? Opa. Çto, ma push. Çto? Ma push. Qëtë? Po. Agne. Edhe, tash ti ku të na vend pak era, Hajde. këna me nis me vllafun. Kur thoshte? Erdhë. A erdhë? Ku më mojtën e gjatë Ku kohës? në hesh? Aha. Ti veç, hajde. Veç drejt çto pak si ndjall. Hajde, 1, 2, 3. Hajde, hop. Hajde, vrapo shumë. Vrapo. S'tom vrejko. Ja, faj, anë më me t'hush. Pri faj është knasi. Kak. Për mua është knasi. Kam pasagerin më të mirë. Njeriu në vlera. Kombëtare, advokatare, gazetareske, fetare, njerëzore. Por mbi të gjithat është shok i mirë që ja vlen me pas pasagjer. Kështu që kur do çdo herë ti e ki free, normë fluturë, foundation. Respekte për ty Florel. Respekt. E, knat- Që ja knatësi- hopi pak frenat. knatësi- Pak frenat. Atë ngrepa. Këtë e po. Po po çfarë se shumë po. Maje. Mi ka dhënë ti timona. Maje. A be timonin tjetër? Që për ki? Hajde. Ku. E mirë. Va. Hop. Oja me telefon. Rom, tukë edhe herë. Me rëndësi tokën e prekum. Po. Më pyet keni pasagjer, thike, a kena me rënë tokë? Thash, pasha zotin po. Për zotin, pasha zotin po. A në tokë po. A qysh blet? Qysh, nuk e ku me rëndësi. Thash, pasha zotin në tokën a me rënë, në tokën a rënë. Do kena ra. Kena rënë fenomenal. Edhe o kon zbritje e mirë, e letë, amo që pjesa e spiraleve, që atë ma ka i këtrunin kejtë. Që ajo ke fantazi. Ka. O, zët, adrenalin si kur sot, kur heq. Jo, se në të shpër shumë aeroplan, qka është me qëto? Anuar, a kesh më i mirë se ti? Ja. Edhe pak praktik na vim për me mbri nivelin e anuarit. Bravo. T'lumt. Bravo. Krenar me djallin janë. Elhamdulillah. Çfarë ndjenje me vatu luturu? Është knasi, normal që ka edhe emocion, edhe knasi, po mbi gjithat është knasi. Ka kështu talent në shumë fushat sportit. Nuk është veç në paraglajt, është shumë i mirë në zhytje, është me motor cross, është shumë i mirë. Skija është shumë i mirë, skijem. Kështu që këta e kam për qefi. Mashallah. Ka pas kujt një go? Vëllaj. Masi për të mirë, pa tha muë. A ke po, kur është për të mirë, thojnë, mu më kanë në gjo. A kur zban të shka thot, ke dojve, a ku ti kërë. Ki pa më duhet.
E ke qonë Bravo. të rritin këta. E sot Bravo. herë ke sot që ke qënë shove. 12 pas kjo. 12 herë brenda ditës. Është tashti me 17 maj. Është sot janë data sot, Sot që po gjirojmë është i 10. i 10, do Mirë, të një thotë e javë. kemi edhe një javë garën që do të mbahet. Edhe për atë arsye domethënë kemi shtu ritmin e fluturimeve për përgatitjen sa më të mirë. Besoj që janori ka me përfaqësue klubin ton në këtë garë ndërkombëtare që është garë ndërkombëtare ku dikon 85-6 pilot hujt marrin pjesë jashtë Kosovës. Kështu që janori ka me përfaqësue shumë densisht. Po shpresojmë edhe me Edhe me fitu, se veç me pa tjetër se suksesi nuk i mungon këtij. Po vëzojmë që po. Po. Flerim, unë përmenda më herët merresh me shumë sporte ekstreme edhe normalisht se sportet ekstreme ata që ata që nuk i din thonë qysh po guxojmë, pse pe bojnë gjëra të tilla, ndërsa ju që i bëni e di çfarë adrenaline të madhe përjetoni, diçka që përjetova edhe vet pak çaste më parë. Po krahas punës që e bëni me qef, punës fluturimeve me motora, gjëra të tilla. Kemi po këgja aktiv edhe në grupin e kërkim shpëtimit. Pse e morën një hap të tillë, pse vendose me u inkuadru në kuadër të kërkim shpëtimit, edhe tregon pak çfarë ndjenjë është me kërku dikon. Fillimisht fluturimet i bëjmë me shumë pasion dhe të tjerët e llogaritin me rrezik, por ne këte e llogaritëm me adrenalin. Edhe do të thotë kur adrenalina dhe pasioni janë para gjithave, domethënë nuk llogaritet rrezikshmëria, por gjithnjë kujdesi duhet të qenë maksimal. Patjetër. Edhe krahas gjithë sporteve që kemi, kjo një ndër sportet që më jep më shumë të adrenalin, prej zhytjes, prej crossit, motorit cross, prej skijimit. Por mbi gjithat ajo çka mua më bën mirë që jam një prej aktivistëve të kërkim shpëtimit dhe për 30 vite kam që nuk jam dalë asnjëherë. Do të thotë ajo që më ka bërë që t'jem një nëtus dhe një zhytës në Kaçani ku kam jetue, ku kam lindë dhe kam jetue, lumin e kemi pas afër, pozita gjeografike ka qenë po e tillë me shkëmbi krejt malor dhe a shkon nevojë e atëhershme e para luftës që patjetër ne në mënyrë vullnetare t'i qasemi kur ndodh ke diçka a ndaj mbytje në lom ose ndaj humbje e ndaj personit në pyll. Kështu që nga atëherë unë kam vazhduar edhe gjatë luftës, do të thonë rregullisht që ishe dimte që në lumin Lepenc me posta me qindra, po me 10 kufoma janë hullë në lom, vranë hullë në lom, ne kemi nxjerrur ata, por kemi nxjerrë edhe shumë të gjallë, që sot, elhamdulillah, gëzojnë shëndet mirë dhe janë familjet e tyre. Kështu që ne kemi vazhduar vazhdimisht pas luftës me ekipet vullnetare që kemi pas motorit cross klubit, shumë klubeve të tjera të gjytjes e të notit, por mbi gjithat tani më edhe së fundmi e kemi krijuar edhe një shoqat, e cila shoqat ka rezultuar dhe ka dhënë sukses të jashtëzakonshëm, ku disa klube jemi bërë bashk, e kemi hap një shoqat për bashkët, ku tani kjo shoqat gëzon dikon 150 antar. Dhe prej këtyre antarëve shumica prej tyre janë shumë profesional në fushra të ndryshme, në zhytje, në litar, në alpinizëm, në motora, Në gjitha sportet ekstreme. në gjitha sportet, edhe në gjitha në vendet ku për çka kërkohet për një kërkohet kërkim ndihmë, shpëtim. domethënë e keni Kështu që personin adekuat. Nëse është Mua, në lom, nëse është mal, nëse është ku don, e keni. kudo që të shkojmë, ne domethënë e kemi ekipet profesionale që mirën me atë veprimtari dhe vim deri te suksesi. Puna e kërkim shpëtimit më jep më shumë ti adrenalinë edhe emocion për të vazhduar, edhe për qenë sa më afër qytetarëve.
unë çfarë do të mire të kem, kur do, apo çfarë do që pres nga e ditë me pas të mira materiale, momente që thret një qytetar për kërkim shpëtim, për mu nuk vlen asnjë tjetër, vetëm se fokusohemi te kërkesa e qytetarëve, edhe ka dash Zoti që ja kemi dal shpesh herë. Flem, po më intereson shkurtimisht çfarë ndjenje është momenti që del me kërku dikon. Shumicën e herave fatkeqësisht janë as raste që nuk e din a pe gjan gjallë a jo. Çfarë që ndjenja, çajo ndjenja gjatë kërkimit. Na gjithmonë, momentin që fillojmë një aksion të kërkim shpëtimit, kërkojmë edhe fillojmë me shpresën më të madhe, maksimale për ta gjetë gjallë. Asnjëherë nuk mendoj që ta gjej të vdekur. Dhe edhe pse shumë të në raste shkojnë 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, si që kemi gjetur së fundmi atë djalin nga Shqipëria, pas 4 dite në mal, dhe thotë temperatura -10, e mbulu me plotësisht me borë, e gjetëm gjallë dhe sot gëzën një shëndet të mirë edhe u këthin familjet, dhe ma aja është një kënaqësi që nuk përshkruhet. 4 ditë ka nejt, i mal, i humbën. 4 ditë pas një aksidenti që është vetë aksidentu, dhe më hanë pas shumë lëndimeve që ka pas, thyrjeve e gjakderdhe të madhe, në mënyrë të pavetdijshme, është largu prej veturës dhe ka filluar një 2 kilometra ka hec, do të thotë rrugës me asfalt. Momentin që janë taku me shtëpia, ai ka ndrruar drejtimin, ka fillu me u ngjit malit dhe ka hec dikon 8 kilometra në përbor i zbartur me një doks shumë të hollë, në trenerka, i lagur komplet i gjakosur dhe ka qëndrue dikon afër Bjeshkës Butakovës atje për 4 ditë e 4 natë, edhe e kemi gjetë gjallë. Normal që është ndjenjë e paharrueshme, e pa përshkrueshme, nuk mund ta përshkruaj me pak fjalë, por mbi gjithat ajo çka më bën mirë që unë kam pas fatin m'ia vënë lajmin e gëzuar familjes, mi thonë vllau ti që u gjet e që nuk e beson të fare heq. Dhe ke mos bëj hajgare me mu. Thash vallaj u gjet, por nuk isha shumë vullnet mi thonë se ishtë gjendje tronë, t'jash zakonshme të pavetdijshme, dhe nuk e disha se minuti çfarë po ndodh. Thash po vallaj e kemi gjetur edhe është shëndosh e mirë, tashti sjellët me ambulancë deri te spitali, por aty kem taku dhe nanën e tij, takum edhe familjarët. Takum gjithë bashkarisht u mbledhëm vullnetarët bashkarisht me policinë e Kosovës, që i falenderoj shumë, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshme. Dhe aja ndjenjë nuk përshkruhet. Por ndjenjat e mërzijave janë ndjenjat kur i gjejmë pa shenja jete, ata na e këpusin shpirtin, na e këpusin. Dhe me njëherë filloj me mendu qysh mu gjithë me familjarët. Qysh me kom të lajme? Qysh m'ja dhonë lajmin e hidhur që se në shumë të një rase edhe pse edhe në fatkeqësi është një fat kur gjindet kufoma, sepse shpesher i humbin shpresa qytetarët se s'do ta gjejnë hiç, edhe kur e gjejmë beso që kanë herë gëzohen si me pas lind, për shkak që i humbin shpresa që nuk po gjendet fare hiç. Që thojmë gjysma të keqtet. Gjysma më të keq është kur gjendet personi, kryet me ceremoni fetare, e vllazërore, e shoqërore, domthonë e din ku ka varrin ndonjëherë me shkue, mu qetësue dhe me shpreh ndjenjat e mërzisë dhe pikëllimit apo me ndani një çast me ta. Por kur nuk gjinet hiç është pak marrant, për shembull kemi rastet e luftës që një pjesë hala nanat e tyre i kërkojnë. Fatkeqësi e madhe kjo për popullin tonë. Shpirti nuk pajtohet kurrë derisa nuk e gjejnë trupin e vet. Po momentin që e gjejnë trupin e vet, ai qetësohet. Vetveti qetësohet, shpirti pajtohet njëri, e pranon realitetin. E pranon një realitet që pas ka shkruar Zoti kështu edhe pajtohesh me një realitet. Sot
Po hajtë fol. Se o të na prit, o të më prit këtë kohët në më qyrë, kur penol babin të folja dhe ne. Anuara, cilat sport e merr pjesë? Unë marrë motocross, paraglide, futbol, basketbol, Skija, skim, militar, not. Shkruj dikun. Anori i ka ta nastinte e vitit i ka një sport. në aksion. Ja, për çdo sinë ka një aksion, për shembull ka një sport që nuk i thot ja. Ki e ka një të mirë që ki nuk priton hiç, domethënë është shumë aktiv edhe me shumë vullnat e ban këtë punë. Pak që angazhon one me ngarku pajisjet, gjitha i merkin. Ka njëherë kam një djalë më të madh, 20 vjeç, ai ma zën për të madh, thotë çish po ja beson. Për shembull, me ngarku e pajisjet dhe me prun veturën, me kthi, me ngarku, me bo, tham pa e ka fitu besimin edhe mo tani veç i tham, i thojmë i vazhdo. Graj. Po. Sot ka tregu sukses, domethënë ka qenë shumë i mirë në precizion. Domethënë prej 12 fluturimeve i kije 8 prej tyne ka prek pikën 0. Edhe kështu që na nuk po të thojmë 3, 4, 2 veç 0 gjithë shysh me prek. Zero e mirë kësaj rrolle. Florim, për krejt ata që dojnë me provu këto që e provova unë, që janë mundësit. Na që s'kena haberin këtë farpuna, që nuk dina me fluturu vetë, a ka mundësi gjithkush me fluturu me paraglide? Gjithsesi ne ja vapim mundësit, dhe thotë dhe gjithë qytetarët që pëlqejnë këtë adrenalinë dhe ose dojnë me provue, mund të na kontaktojnë numrin personal tonin dhe në rrjetet sociale. Florim në zira i ku dëni. Po, ku do me shti Florim në zira shep qaldrat najrë. Kështu që ja vapim këtë mundësi dhe besoj që qytetarët e presin me kënaqësi që të fluturojnë. Kështu që e kanë mundësinë e mirë, pozitën e kena jashtëzakonisht mirë, sepse kjo pika e Mirenë këto në fshatin Mirenë, pika Goleshit, kjo është një pamje jashtëzakonisht e bukur, por edhe përshtatshme për fluturime. Kështu që e kanë mundësinë vetëm të na thrasin, ne ja lëmë një termin edhe e provojnë çfarë që provojmë patjetër. Por njëri sot dhe ka provue, veç nuk u konë edhe bashkë për mu knoq. Se dibe diçka u sjellke. Nuk kesh mazi se me qelë syte me po tokën për funi. Rën. Qa u bo dul vela për para? Dul vela, diçka u bo. Sa është shavele nalë sa tokën? Ja, po deshe me pa djellin të ashe. E bom një fluturim cross, që që... Bere ka. Ishte një knaqësi jashtëzakonshme sot me Florimin. Dielli është të perëndu, duhet me i liru këta djelmosha që e coptun qiellin. A ne aeroplonat prej aeroportit kombëtar të Prishtinës, krej Florimi me vela luk shkajke. Edhe një ka fundi çfarë është jam djallon. Edhe një ka fundi. Edhe një do me thonë para se me krya. Dal me krysat me fluturim ke. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi jashtëzakonshme. Respekt shumë për juve. Edhe njerë. Perfekt.